Mirë, ne rikthehemi drejt për drejt, e mbyllim pjesën e parë duke folur se cilat duhet të jenë zgjidhjet edhe faktet konkrete, hapat konkrete që duhet marrë qeveria shqiptare. Alma, si mund të parandalohet konkretisht, ndoshta edhe nga sektori privat, por edhe me iniciativa shtetërore, largimi në masë të rinjve të arsimuar dhe profesionistë? E parë në aspektin tim, do më thënë, eksperte e fushës. Çfarë do t'ja lehtësonte atyre qytetarëve më shumë jetën, profesionistëve për të mos u larguar, për mos gjetur rrugët e Europës? Politika dhe konkrete, të themi skema benefitesh dhe skema për t'ia traktuar, e para njëherë të mbajmë këto që kemi aktualisht. Pra hapi parë, duhet të stabilizohet situata, mos vazhdoj kjo rrjedhje ose ikje. Mendon se ka akoma për t'ikur apo shprehen se do të janë, sepse mund situata se dhe bën një anketim edhe të ta themu si del. Statistika tregon dhe për tendencën kanë trend rritje. 2023, 2025, 2026 do ishte 0.3%. E tregoni deri në vitin statistikat e BE-s tregoni deri në vitin 2030 në mos gaboj që kishte një 2029-2030 që ne kemi një trend rritje për shkak të uljes së besimit dhe për problematikave që po kemi. Unë mendoj që duhet të jetë edhe në aspektin e politikave shtetërore dhe duhet të ketë diçka konkrete, pra jo të kthehen njerëzit për patriotizëm, por të kthehen sepse të ndjejnë që kanë siguri edhe të kenë skema që t'ia traktojnë do me thënë dinjitos. Do me thënë të ofrohen pozicione cilësore duke ofruar qoftë pagesën, por edhe zakonisht është kjo skema e motivimit, benefitet, edhe ta kenë shumë të qartë karrierën. Dhe pastaj të mendohet edhe se si mund të kthehen, se në disa vende në Europë ka edhe vende të tjera, por përsëri ne këtu veçoheshim që statistikisht në kthimin e të arsimuarit ishim shumë të ulët. Shumë të ulët. Do me thënë dhe të kthehen. Pra duhet ka që vështirë ndërtimi një sistemi karriere për shembull në një kompani e para njëherë e kam thënë Klaudia dhe në emisionet të tjera. Ne kulturën në menaxhimin e burimeve njerëzore e kemi të pastandardizuar. Do me thënë jo vetëm në vitet e fundit, sepse këto e kemi dhe nga gjithë sistemi është edhe e trashëguar. Dhe kompanitë dhe sot e kësaj dite, se ne duhet flasim për përgjithësinë, jo vetëm për disa subjekte në Tiranë, por edhe në gjithë Shqipërinë. Po, patjetër. Është një kulturë pra që nuk i zhvillon punojësit për aftësitë më tej, nuk ka meritokraci, nuk vlerësohet në mënyrë të duhur performanca e secilit. Dhe mbi të gjitha, në ditët e sotme, mendoj që është kyç fleksibiliteti që duhet të tregojnë punëdhënësit në ofrimin qoftë të pagesave apo dhe të themi dhe të orareve, se në këto industri që përmendëm ka shumë profile që mund të punojnë me orare më fleksibël. Këto janë standarde ndërkombëtare tashmë, pra që ka shumë punëdhënësit në Europë apo në botë ofrojnë shumë fleksibilitet në skemat e punësimit, qoftë në skemat e pagesës apo dhe të impenjimit të kohës që impenjohen punojësit. Edhe ka rezultuar shumë më efektive. Po, janë shumë të ngurtë në këtë dhe nuk e ofrojnë. Do me thënë dhe kjo është një gjë. Dita e shtunë vazhdon punë, besoj? Po. Do me thënë targeti, se ndodh kjo ndonjëherë, unë kryesisht jam me pozicionet menaxheriale dhe drejtuese, dhe këtu duan është më shumë cilësi, do me thënë, por unë e ndi gjithmonë më shumë që punojësit shqiptar e kërkojnë shtunën, festat, do me thënë, por fatkeqësisht realiteti është që në shumë kompani vazhdon e shtuna. Nuk është e jashtëligjshme, por duhet i paguajnë të paktën. Duhet të paguash sipas kodit të punës. Nëse ti e merr një punojës ditën e shtunë apo e mban me orar të zgjatur, duhet ta paguash konsiderueshëm që ta traktosh dhe mos kesh turnover. Pak e kuptojnë këtë dhe në shumicën nuk kemi standard. Do me thënë, sidomos këto të themi profesionistët nuk trajtohen me dinjitet, nuk janë vetëm për të ardhurat, nuk largohen vetëm për të ardhurat. Çështja e dinjitetit këtu më është çështja e dinjitetit dhe mënyre. Për shembull, unë mbaj mend, unë kam qenë student dhe profesor Lambrofilo ndjes pas se nuk jeton një profesor i shkëlqyer, ta shikoj tha. Unë tha nuk marr vesh në ekonomi, ato kam lexuar një gjë shumë të vogël, tha që në Japoni ai ishte i pari profesor që përshtati me njëherë kurrikulat me 92-96 që unë kam mbaruar me të reja. Në Japoni tha kam lexuar një studim tha që 90% tha dalin në pension tha aty ku kanë filluar punën. Dhe e dini pse tha? E dini pse tha sepse kjo është dhe po të vim se ne e di çka kemi mësuar në shefin e kuadrit, se kemi ngjerë te shefi i kuadrit. Po ti thua shefi i kuadrit. Kemi ngjerë tek ai orari 8-4. Ase në kohën e Xhaxhit ishte 7-3 mos u ankoni. Tani është 8-4. Flin çik më shumë gjumë. S'kuptojnë njerëzit akoma.
Ne jemi në këtë atje, pse? Sepse atje kush ri në burimet njerëzore? Rinë ata që kanë mbarruar shkenca sociale. Sepse shikojnë pse ti ri në punë ose pse do të ikësh. Nuk e ka hallin Klaudia. Klaudia mund të rri dhe për 100 euro më pak. Por kur ka afrimitetin, familjen, njerëzor, që unë sot kam një hall dhe gjithë ata më mbështesin, s'ka nevoj me para, po më mbështesin duke bërë punën e time, duke ndarë e tjere. Se qëfar ndote në Japoni? A i thoshe, Klaudia, qëfar ke thot tje shesua, kam fëmi? Numero thoshe sa fëmi ka këtu në këtë mosh, po hap një kopshtin, mirë të le dhe hap të kopshtin ndërmarja. Në skemat e benefiteve që ofrojnë. A i vente atje dhe nuk mbiste ko, e kishe nënën të motivuar, ushqimin, kopshtit dhe gjitha ja ishte vëndi punës. Do të studioj Klaudia në Amerikë, ta marru përsi për thoshe. Do punoj vetëm 3 vjetë për mua, pas e le di ku doj. Do makinë ti thoshe. Fote mund garant që ta marrësh ti makinën. Mos u lodh me këtë punë. Pra, ai të krijonte të gjitha kushtet ose të siguronte transportin falas, sepse pse ndodh? Se në Japonia është një vend i largë, kuptohet. Unë e kam pyetur kur erdhi për arsimin. I thash, "Ore, pse i mbani deri në orën 6 për disiplinë?" Jo, ortha. I mbajnë tha qasë, kush mos të ndjej diferencë sociale. Pra, njëri nuk ka mundësi që të printoj me ngjyra, apo unë si shtet ka mundësi, në shkollën time, ja printoj unë, thoshte punën. Njëri është mbrapa me mësime, po prindi nuk është jaftë ta ndihmoj për shkak të shkollimit. E ndihmoj unë, kam ndihmës mësuesit. Pra, janë një sër, ti këtu ke shkollën, Alma i ka të rritur dhe shqyqyr që i ka të rritur, por amati do mendosh, kush do marrë fëmijën? Vajte ora 10 e qerek, më morën në telefon, po unë po vajta, pra prindi kur shkoj një klasë të parë, ulen, thonë pim një kafe, se sa herë do dalin ata pra, në shkolla. Dhe mbarojnë punë. Pra këto janë, trafiku që thatë ju, pamundësia, po për ta mbyllur atje, dëgjova djenjë të OBSH-s, që ne na ka rëngoja këtu për ushqimin e fëmijëve. Thoshe, në rast se nuk ndërrym tani, sepse obeziteti na 11 ka kaluar 1,5, në rast se nuk ndërrym tani, thoshe, në për shkolla, me ushqim, do të kemi probleme të shëndetit kardiovaskular, të frymarrjes të gjithave, dhe ne jo, vetëm që s'po ndërrym. Po ne për kundrazi, vazhdojmë të edukojmë keq ushqim, ne nuk kemi, jemi të tema jonë. Shko pyet, le të shkoj, Alma të bëj një anketim, ti thot fëmijëve në gjimnaz, jo në 9 vjeçare, që do të dinë në veçare. Çfarë është sipërmarrja? Çfarë kuptoni ju me sipërmarrje? Dhe pastaj hajde më thoni mua. Çfarë kuptoni me sipërmarrje? Se ne jemi 1, 2, do shkojmë në shtet. Në qëndësimit të arsimimit, Klaudia, dhe një problem që është pse nuk ndjehen, nuk gjen të arsimuarit, është sot arsimohen, marrin njëri, marrin diploma, tituj, por nuk aftësohen, nuk kualifikon me çfarë kërkon tregu. Dhe kur dalin në tregun e punës, një pjesë e tyre dërmuese nuk përshtaten. Su në punë, më shkurt, studimet nuk ujë në punë. Nuk përshtaten. Do me thënë, dhe kjo është shumë e dukshme. Po s'bën njeri alma një studim tregu në përputhje me kurikulat që kanë. Dhe kjo ka shumë vite që ndodhë. Po pikërisht, unë ju a thash të Richard Elmore, që është në akademik, në Harvard, që studion dhe anën sociale dhe lidhjen që thoshe, me zi presin, thoshe, pedagogët dhe kompanit dhe investitorët, ndryshimin e kurikulës në arsimin paramestar. Pse? Sepse do t'i mësojnë që na fëmijë dhe universiteti do të thithi element dhe kontingent që do t'jenë shumë inteligent në fushën e arsimit. Po të lexo shkurtimisht, njëna president Lyndon Johnsoni o tha që shiko se në Rusi të gjithë vendit, në Bashkimin Sovjetik, vend në shkollë, etj. Dhe ata bën një raport, përfundimisht po thënë këtë. Ne mund ta bëjmë të arsimin si atje që të vend të gjithë, por ne do të humbasim shpirtin e sipërmarrjes dhe mendimin kritik. Sepse ata nuk kanë as shpirt sipërmarrje as mendim kritik. Ata shohin shtetin dhe çfarë thon. Ne po të shohësh një njeri që ti provoj alma kreativitetin që ka, atje pastaj dhe vën pikpyetje të mëdha. Cili është kreativiteti atij që po marrin? Dhe nuk them se s'ka talente. Është efekti zinxhir. S'ka aftësi, shumë. Do me thënë, është efekt zinxhir, pra sepse që nga rënja e nivelit arsimor, që ka rënë konsiderueshëm, dhe pastaj edhe këto që dhe ne na mungojnë dhe studimet alma. Nuk përshtaten shumë në tregun e punësimit. Sepse na mungojnë studimet. Por futur, kur futen nuk motivohen shumë për të vijuar, do me thënë dhe nga kultura e kompanisë, që duhet ta themi. Jo, thash, na shumë gjëra. Është kultura e kompanisë që komunikimi, qasja që ka qasja, kjo shumë po përmendi edhe mjedisi që krijojnë.
Ndryshimi përmendi disa kushte që kompanitë mund të krijojnë për të bërë një jetë më të përshtatshme për punonjësit e tyre. Sa kompani nga ato që ke klient apo kontakte kanë një çerdhe ose kopësht për fëmijët e stafit? Mund të them që nuk kanë çerdhe, unë nuk di ndonjëherë që të ketë, por di që kanë që kur organizojnë të themi festa kështu më përfshin, janë aktivitete të pa konsiderueshme që mund të përfshin. Unë di një duket e largët dita për krimin e kushteve dinjitoze apo krahasuar me vende më të zhvilluara, patjetër që çfarë është iniciativë që ty të zhdukur pozitive kohët e fundit që e vendos punojësin në pozicion më të favorshëm edhe më të kënaqur? Shiko, unë po shikoj shumë këtë diferencën me brizin e ri, të cilët e kanë më të qartë, prandaj ndodhe edhe kjo ikja, pra të rinj që janë akoma edhe këto që janë më të arsimuar, dhe janë më të strukturuar. Janë më të strukturuar. Këto vënë në plan të parë, se këto po them nuk janë vetëm të ardhurat, vënë cilësinë e jetës, edhe është kjo balanca jetë punë. Dhe këto janë edhe më të do më thënë janë gjithë kohës, unë e vlerësoj të këtë rinjt. Këto janë gjithë kohës duke bërë pyetja, orari, largësia, benefitet janë më të vetëdijshëm se gjeneratat e më parshme, por çfarë duhet të përfitojnë nga një punëdhënës. Dhe është rritur kërkesa, dhe unë këtë shikoj të paktën nga ana e punojësve, e kandidatëve, shikoj shumë pozitive. A ka një lloj presioni ndaj punëdhënësve apo nuk duan ta kuptojnë fare këtë energjinë e re? Ka presion. Por jo të gjithë kanë nivelin. Shiko, kërkesat i quajnë tangërllok. Është një përqindje shumë e ulët, se ne kemi dhe kompani që janë shumë të standardizuara në burimet njerëzore, por është një përqindje shumë e ulët. Ne flasim të përgjithshme, patjetër. Dhe e përgjithshme është që nuk kanë as është kultura, është njohuritë që kanë, sepse ne dhe studimet në burimet njerëzore kanë filluar shumë vonë në Shqipëri. Për shembull në kohën kur ne kemi filluar të burimet e mirëfillt, ose ne specialistët e parë të burimeve njerëzore, në shumë nuk e dinin fare drejtues të kompanive çfarë do thotë të jesh drejtues i burimeve njerëzore. Nuk ekzistonte as në kurrikula ose si profesion ose të bëje vonë kanë filluar. Dhe akoma është efekti që nuk është kjo kulturë. Dhe shumë kompani as nuk e kanë, domethënë ngelen pa punonjës edhe pse ne mundohemi për shembull kur bashkëpunoj me kompani dhe ofroj staf, unë bëj më të mirën time që ti iluminoj, ti orientoj, ti drejtoj. Po pse nuk e kemi ne? Më të mençurit janë ato që e kuptojnë mirë rolin tim, më dëgjojnë me kujdes edhe bashkëpunojnë, pra e marrin në konsiderat orientimin. Pse është kjo? Sepse ne kemi diskutuar me Klaudion si fillon në arsimi, ti tani vendose koordinator për këshillimin e karrierës. Në Itali ka bachelor që është për këshillimin e karrierës dhe master. Pra ti duhet që në fillim që ai ta kuptoj kush është dhe çfarë rëndësie e ka burimet njerëzore. Këtu kemi qenë në mos gaboj me zonjën Kasmi. A kemi thënë ore këta mos shko te çati për të marrë një CV, mos i e bën ti vet. Sepse shkolla jo se ka mësuar të bëj një jetëshkrim shqip, jetëshkrimin e tij. Të bëj një jetëshkrim të vetë dhe të thotë dhe të bëj atë analizën që i themi ne SWOT, anët e dobta dhe të forta. Pra ku do ta mbushi mendjen e almës që ti thotë ai, unë jam i fortë në këtë pjesë, që unë jam një menaxher i shkëlqyer, që ditë të shes mallin dhe që të shes mallin unë bëj 1, 2, 3, 4 veprime. Tani kjo ishte te kandidatët, po ne po flasim njëherë tek mos njohuritë dhe mungesa e kulturës që kanë punëdhënësit, pastaj është hall tjetër te kandidatët. Sepse në 2014 ne na ka ardhur direktiv nga BE-ja, e kanë fshehur, unë e kam botuar disa herë, i kam thënë që direktiva e BE-s thoshte si përmarrja futet që në kopësht, si koncept. Ne se kemi futur dot në gjimnaz. Ti nuk di të kesh një respekt, ore, si do bësh një intervistë, ti i thua vishu me kostum. A, thot pse duhet kostume? Që të vetë aty? Pra ti që në atje, mënyrën e paraqitjes. Për fatin ton të mirë. Pra një pjesë janë të strukturuar që thanë. Edhe orientohen se për fat teknologjia edhe. Por edhe këto që dojnë në momente caktuara se vinë shumë teorik. Dhe duhet jenë po. Pra duhet ta kesh të kultivuar. Jo çdo gjë që Google-on është të kultivuar që në shkolla dhe të bësh prova, sepse disa herë kam thënë dhe do ta them nuk do lodhem, them ore në shkollë, a ka 5 biznesmen? Ka shkolla, 5 prindër biznesmen. Po, meri më qoj njërë të biznesit ti të marri vesh e qa bëhet, mërë? Të shofin. Mor të shofin, të shikojnë si funksionon, të shkojnë, në mos shkojnë të vi Alma një dit, në për shkolla, të bëjnë një tur, si Alma, Ina, Eni, ndjes, i kërkoj shumë ndjes, Eni Kasmi, tjetri që janë tashmë të certifikuara për këtë punë,
dhe t'i thonë dënës të dashur, në qoftë se doni të vazhdoni karrierën tuaj, duhet keni parasysh përveç njohurive që ju i keni të shkëlqyera dhe unë ju përgëzoj që ju doni të bëheni për këtë, po duhet keni parasysh 1, 2, 3 gjëra sepse ngren peshë në suksesin tuaj dhe ju ofrojnë një mundësi punësimi ashtu siç dëshironi ju. Shumë biznese, ta lidh me pyetjen Klaudia që më bëre, që është pozitive. Janë të detyruar dhe me mungesat që kanë, shumë biznese janë rreth 3000 biznese, këto e di këtë shifër, që janë lidhur me shkollat e mesme profesionale. Për të tërhequr, do themi, edhe që kur mbarojnë studimet, dhe ato punësojnë me njerë, se janë turizmi, që kanë do të thënë janë lidhur. Dhe këto teknikët e mesëm, marketingu, që janë lidhur. Dhe kjo, që ti tërheqin që në... Por lë shumë për të dëshuar orientimin. Shiko, është çështja e orientimit të karrierës, sepse më shumë se kudo, nuk e zhvillojnë ato profesionistë, sepse ne, ai kupton, shiko, është zbritur në atë mënyrë, Alma, se unë nuk dua as të demonizoj njëri, as të ashtu, por zbritur se ka dëgjuar tani kolegë të mi se i kemi aty. Po pse e more, i thash njëri, ama se kam edhe më pak orë, edhe pagu e mirë. Tani, po vajte, kam më pak orë, se pyetja është, a je trajnuar, i thash, pse shkon, kur je pa trajnuar? Se të bësh orientim karriere, është i gjë jashtëzakonshme. Nuk është kaq e thjeshtë. Më fal, bëjnë shumë orientim karriere ku në fakt nuk janë profesionistë. Nuk është kaq. Do me thënë në tregun shqiptar, edhe që dalin kështu privatisht, do me thënë, unë mendohem... Nuk janë seanca motivimi ato në pallën e kongreseve. Unë kam... Mos e ngatrojmë orientim në karrierë me seancë motivimi. Një sekund, kam 25 vite, Klaudia, dhe unë mendohem shumë herë, edhe më trasin, dhe mendohem të bëj këshillim karriere. Dhe them, nëse unë do bëhem një trajnuese ose një këshilluese, patjetër duhet të certifikohem nga organizma ndërkombëtar, se këtu një herë është katastrofë. Do me thënë dhe trajnime që ofrohen në Shqipëri lënë për të dëshëruar në shumë fusha. Për shumë një profesionist, nëse ti je arsimuar dhe fillon në një kompani, se është dhe ky problemi tjetër. Ka punëdhënës kompani që janë ndërgjegjësuar dhe thotë dua të trajnoj stafin. Trajnuesi që thret në shumë raste flas në në nivel mediokër të jo, janë në nivel, do me thënë janë gjëra që ti mund t'i lexosh dhe të googullosh dhe t'i gjesh vetë. Nëse betra ke rushit. Madje edhe më shumë të nxjerrin nga linja se sa nuk të strukturojnë, po të por edhe të uajmë. Më thoshe arsimi kështu gjithë përfshirës, po tash i lutem, do më japësh 5 element se si bëhet. Nuk ka shumë standarde. Dhe jemi larg Kosovës. Më vjen keq. Pra, po që ta përmbledhim pak, po mendoj që vjen efekti vjen edhe nga mos kualifikimi dhe mos arsimimi. Vjen që në arsimimi, trajnimi dhe kualifikimi në vazhdim. Dhe ne vazhdojmë Alma për fat keq. Unë siç vazhdojmë në jetë. Ne vazhdojmë t'i flasim fëmijëve me gjuhën e 90-s. Dhe harrojmë që fëmia është rritur në 2007. Jo, më parë. Është rritur në 2007. Kthehen apo jo profesionistët? Nuk kthehet profesionistët. Nuk kthehen profesionistët. Alma, mendon një histori? Nuk kthehen profesionistët. Është e pakonsiderueshme. Nuk kthehen, është një shifër që o vjen për hall familjare, diskutua me Almën, o vjen për një arsye sepse ndoshta e gjen veten shumë madhore, ka ndoshta prona këtu, i duket jeta pak më si në, për shembull, kudo ka punë qef, punë këtu ka qef, edhe hajde vemi, thot. Se e bëra pak shumë. Por nuk vin atë dhe në atë potencial që kërkon Alma. Se duam dhe potencialin. Patjetër. Duam dhe potencialin. Nëse kthehen, mund të kthehen këto që shkojnë, po them, në punë më të vështira ose më të largëta, nga Europa njëherë nuk kthehen. Do me thënë, unë di raste shumë të rralla që janë kthyer vetëm për arsye madhore, të themi për fat, do me thënë nuk e di ata quaj pozitiva, negative, ne vazhdojmë jemi një familje tradicionale, konservatore dhe për shumë thot, unë isha djali vetëm dhe duhet kthesha për prindri, për shumë se ndodhe dhe kjo, dhe këto janë arsye shumë të rralla dhe në përgjithësi nuk kthehen, sepse atje pra edhe njëherë, të arsimuarit nuk kërkojnë vetëm të ardhura, kërkojnë standarde që sa më të jetë